vajza i di detyrat, por në test nuk i din, i haron krejt, a mos e ka prej mësyshit. Kemi dy situata, para mund të ketë natyrën e saj, që në test e hub kontrolën, se ka vetën nën menaxhem, edhe kjo normal kur krijon telashen, stres në tru dhe nuk i di përgjigjet. Kjo është situata parë, me këtë normal feja nuk themi që merret direkt, por janë shkencat e caktuara që merren me këtë situatë. Situata e dytë, themi, mund të ketë prej mësyshit, mundet me pas, por të çështja mësyshit, unë jam kundër asaj që çdo sen me lidh me mësysh, por edhe pranoj faktin se mësyshi është një pjesë e pandashme e njerëzve, sidomos e fëmijëve. Sikurse që çdo fëmijë edhe çdo njeri gjatë jetës i bjen flama. Nuk mund me pështu njeri pa pas flamë. Nuk mund me pështu fëmijë pa uftof. Njëjtë të themi edhe s'mund me pështu njeri as fëmijë pa pas mësysh her pas here. Pra nuk është një situatë alarmante që më friksu. Sikurse nuk duhet më friksu prej flamës. Por, na mi marë sebepet me lexu Kur'an, me ngu Kur'an, me lexu vetës Kur'an. Ato surët që kemi përsëritë, kemi pra në për shumë video që s'po du me i përsëritë prapë, edhe, inshallah ta'ala kala nuk është diçka, por më friksu, as me e bo alarmante, as me e bo të madhe si situatë, as me ranë depresion ku pas kam mësysh. Normal, si me pas një flamë. Kalan me izën të Allahut.